Në këtë fjalë do të them dhe dy gjëra për një çështje që s'do doja kurrë të ndalesha. Por ndalem sepse ata të cilët të mbështetur nga pushteti dhunojnë vullnetin tuaj, ata të cilët ju trysnojnë ju me mbështetjen e qeveritarëve bandit, atyru o them këtu para jush, se vrim miu, se shpel në botë nuk do të gjejnë, kudo që t'jenë. Kudo që t'jenë. Grupe, qeveria shqiptare do t'i trajtoj si grupe terroriste, do t'i godas si terrorist. Këto monstra, me qeveritarët e tyre, shtrojnë krimet në votë, shtrojnë vrasjet në votë dhe votën në vrasje. Do kenë përgjigjen më tegër ligjore që mund të imagjinojnë. Qarë janë këta? Këta llumi i kriminalitetit njerëzor. Këta vinë këtu dhe nxjerrin, marrin taulan ballën, një horë, më falni për shprehjen, që porosit vrasje, që bën arrestime, që bazon gjithçka, që s'ka asgjë të përbashkët me fibrën qytetare fisnike të këtij populli, të qytetarëve të Librashtit, të qytetarëve të Peqinit, të Gramshit, të Elbasanit, që vllazja mes me Edi Ramen, me Suel Çelen, me Altin Hajrin, me Traplinin, me Pojen, e të tjerë. Po, data 11 shënon fundin tuaj dhe mos tentoni të largohi, se kudo që shkoni do t'u gjejmë, do t'u kapim, do u çojmë bashkë me Taulantin, me Edi Ramen, atje ku e keni vendin. Janë ditët e idealeve tuaja, janë ditët e moralit tuaj, janë ditët e besimit tuaj tek Elbasani dhe Shqipëria, janë ditët e shpresës pashurt të shqiptarëve. Le të bëjmë 11 majin, ditën e dytë të verës për Elbasanin, për Shqipërinë. Rrofsh ju, rroft Elbasani, rroft Shqipëria, fitore, fitore.